çdo modul politik nuk dimër si të përballesh me majorancën. Di pse ta themi shpjegimin tim Belin. Se ti që një djalë i shkëlqyer që ke studium perëndim vjen dhe pa pritmas shndrohesh në një kopje të zotit Berisha, i cili thotë që kam hyrë në politik, thotë kur Bashkimi Sovjetik, duket atëherë hyri në Partinë e Punës, Bashkimi Sovjetik thotë sulmoi Çekoslovakinë. 1968. Dhe ti në komunikim s'pash sot kishe një pjesë të ligjërimit tënd për politikën e jashtme. Po, ndoshta ju mund të dini më mirë se sa unë këto konjunkturat e brendshme, të oborrit, të pallatit socialist dhe marrëdhëniet Rama, Palluku, Spiropali. Por në komunikim ti, po drejtohem me ti, patjetër. Flet një lloj si Berisha, domethënë thua të pavërtetat, të cilat janë më këmbshkurtra se çdo lloj e pavërtetë. Për shembull, do thotë shkon, Rama i ka bllokuar, do shpallet non grata, do arrestohet nga Amerika, do arrestohet nga FBI. Unë se kam thënë dhe nuk e kam thënë. Dhe pa pritmas ai shkon në me që mund drejtuat mua, asgjë nga këto që thatë, unë nuk e kam thënë. Vajzën e presidentit Trump rrit 3 ditë, se tani mos kritikojmë edhe presidentin Trump që e lë 3 ditë vajzën këtu me. Mos vetëm shkon, e thrasin. E thrasin. Ata e caktuan në Shqipëri. Dhe po, edhe çfarë ndodh? Ti ke ndërtu, domethënë ti që njesh shkëlqyshëm dhe me sigurinë ka se zoti Berisha ka kopa shku në Amerikë, si e mberi që nga 60-a s'doli më jashtë, ti e di, domethënë, cila është e vërteta marrëdhënie të Ramës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po është e vërtetë që një pjesë e institucioneve tyre e pushteteve amerikane janë të pakënaqura, duan rotacion me gjas. Po kjo është rrethar rënduese për ju. Faktin që përballë një njeriu që po i përkeqëson marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një pjesë të pushteteve, është dikush përballë që është non grata dhe nuk i hiqet non grata. Dhe ti vjesh në vështirësi për të shpjeguar atë pse kryetari i partisë tuaj është non grata. Dhe rrit tregon se si Rama do të arrestohet sa të vejë në Amerikë, se nuk po them që je pjesa asaj me helikopter do ta heqin si Maduro. Po rrit thua gjëra, domethënë konspiracione, thosh shikoj se ti vajte ajo Elisa vajte në shtëpi të bardhë. Nuk janë ato, nuk më duken mua të vërtetë ato, sinqerisht. Okej, dakor. Nuk e ka pat problem Rama pse vajte Elisa në shtëpi të bardhë. Kupton që takojmë duket zvendës, çfarë ishte ai zvendës drejtor në Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Dakor. Okej. Rama sigurisht ka qenë i vrazhd me Spiropalin, e cila ka qenë nga njerëzit më luajal të tij, jo thjesht politikën e jashtme, po edhe kur ka qenë kryetar parlamenti, edhe ndërtime të tjera, ka qenë i vrazhd, ja kanë të prerë karrierën mese, këto ne ka shumë vështirë të jap shpjegim. Po ajo që dhe ti shpjegim se ti vajti në departament shtetit, pse duhet vende Rama në departament shtetit, pasi shkoj bëri një show, 4 minuta e gjysmë dhe 47 sekonda duke ndërtë me njeriu që të nesme dha urdhër për të bombarduar Iranin. Kemi në përfytyrimin e përmasave të vendit ku jetojmë apo jo? Domethënë, patjetër. Ti bëhesh pjesë e një narrative, natyrisht me një gjuhë shumë më të bukur, shumë më cilësore, e këto dhe me moshën tënde të re, i narrative që kanë ndërtuar Berisha, shqiptarët nuk janë këta shqiptarë që kanë ngelur, si thotë, që kanë ikur një pjesë e madhe atyre, nuk e han atë narrativ, se po ta hanin, beso mua, do të ardh pushtet opozita. Atëherë, ti japim kohën zotit Kolliçi për të shpjeguar gjitha pikat që tha zoti Nazar. Më duk që e kishte tin të prandaj. Po patjetër. Korrekt. Asnjë nga thëniet e mëparshme nuk mund të më atribuohet mua. Nuk ka asnjë deklaratë time. As në raport me arrestimin, do të thënë që zgjidhesh çka ke thënë, do kishte dalë dhe nuk më gjen dot. Ke thënë ato, po ke thënë sa të tjerë, më fal që s'po ti citoj. Asgjë të tillë nuk kam thënë, mund të më thuash kush janë më të këqijat, për sa ku jemi në studio, jam i gatshëm edhe në një emision tjetër, sepse jam shumë i kujdesshëm për sa i përket deklaratave publike që jap, edhe të qenurit koherent e kam shumë problem që mos jem koherent. E kam shumë problem. Dhe nuk kam një rast tillë deri tani. Patjetër, duke qenë se jam i kujdesshëm, them ato që besoj. Dhe duke qenë se them ato që besoj, nuk i lëviz as një presje asaj deklarate që unë kam dhënë sot për zonjën Spiropali, që aksesi që ajo pati në China Club, kështu quhet klubi, jo se ka një lidhje me Kinën. Thjesht ta dini. Je duke thënë asaj mesazh të koduar. Po ja, unë e di, jo, kjo është për Ramën, s'ka lidhje me Spiropali. Spiropali është viktim. Spiropali është viktim. Në këtë rast viktim politike. Shumë mirë. Inshallah shoqyr s'u futet edhe ti në gjunë e vrazhd Berishës për Spiropalin se mirë. Po thelbi është këtu, që kur Spiropali vizitoi shtëpinë e bardhë, ka patur deklarata publike nga zyrtar Partisë Demokratike se ajo shumë shpejt do shkarkohej. Pastaj, për shkak të informacioneve që vijnë nga korridoret e politikës, informale etj, rezulton që Edi Rama sot e ka një problem shumë madh këdo
funksionar politik të Partisë Socialiste që ka një linjë komunikimi me SBA-t. Ai shkoi aty dhe ndeti 3 ditë. Tashi, me që përmendët dhe 4 minutshin me cilin Edi Rama vajzën e presidentit Trump. Unë kam bërë mbase një nga deklaratat më të forta për këtë çështje. Ka qenë dhe zoti Sajamini ditën në studio, i ftuar nga SBA-ja, lidhje direkte.